Rikthehemi në studio, miq të dashur, hym tek pjesa e zjerë e Kafe Sheto për ditën e sotme. Do të fillojmë pak me tema dhe një temë shumë interesante për të diskutuar në fakt është opsioni se si një qytetar i vetëm mund të çojë për ndjekje penale kryeministrin e vendit dhe dikur ishte dyshja më e rrezikshme në Shqipëri Rama Veliaj dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës aso kohë. Dhe mund t'i çojë në SPAK, madje i ka detyruar të nisin një procedim penal. Do të diskutojmë detajet e kësaj padije me avokatin ekspert të çështjeve speciale, siç është kjo. Mirëmëngjes Arbellangozi, mirëse. Po si jemi zotëri? Mirë. Është çdo gjë? Po ecën drejtimin e dur? Po, drejtimin e dur. Vetëm përpara besoj është drejtimi i dur. Vetëm përpara. Tani, më duk pak, le të themi, si lajm shumë i bukur për të qenë i vërtet, fakti që një qytetar si Ledion Mziu mund të, në kuptimin e anonimit, në kuptimin e qytetarit pa fuqi politike etj, të arrit që të regjistrohet dhe të nisë hetimi penal në Ramës dhe Veliajt. Po, Ledion Mziu është një djalë i guximshëm, që në momentet e para që i është cënuar prona, i është drejtori institucionit prokurisë posaçme. Për ato tragjedin ke 5 maj që kemi parë. Për atë. I është drejtori institucionit prokurisë posaçme dhe me këmbgulje ka kërkuar hapasapi ndjekjen e kësaj çështje. Se ka qenë një kalvar i gjatë kjo. Ka qenë një kalvar i gjatë për arsye sepse që në vitin 2021 ka depozituar kallëzim penal në prokurinë e posaçme, më pas prokuria e posaçme pa regjistruar fare si material kallëzues, ka shpallur mos kompetencën e ka dërguar në prokurinë e Tiranës, e cila e ka mbajtur dosjen aty rreth 3 vjet. Ka kërkuar pushim dhe mbasi është kërkuar pushim, gjykata e Tiranës ka vendosur pezullim, duke mos qenë dakord me këtë vendimarrje, jemi drejtuar gjykatës apelit jurisdiksionit përgjithshëm, e cila vendosi prishjen e vendimit dhe konstatoi si të pavlefshëm për arsye sepse ishin të kallëzuar subjekte që nuk kishin lidhje me hetimin nga prokuria e Tiranës dhe në gjykim me pjesëmarrjen e prokurorit dhe pjesëmarrjen time është kërkuar çështja të kthehej për hetim dhe është vendosur nga gjykata kthim për hetim. Prokurori ka këmbgulur që kjo çështje duhet hetohet dhe aktualisht kjo çështje ditën e djeshme është regjistruar nga prokuria e posaçme dhe pritet të vijohen hetime të mëtejshme. Është pretenduar se në këtë zonë nuk është se ka një interes publik gjatë gjithë proceseve, qoftë civile dhe qoftë që administrative që ne kemi ndjekur, ka rezultuar që aty është duke u ndërtuar nga subjekte tregtare private që janë të lidhura ngushtë me qeverinë. Dhe kjo cënon në mënyrë të drejtë për drejtë atë VKM-n e nxjerr për interes publik. Dhe kjo është ajo që ne kemi kallëzuar, se këtu nuk ka një interes publik. I është marrë prona gjithë zonës dhe gjithë lagjes 5 maj në këmbim të interesave private, të subjekteve private të lidhura me qeverinë. Se ishte e pabesueshme, Langozi, vendimin e merrnin drejtorët e bashkisë, tenderin e pastrimit i nerteve e merrnin drejtorët e bashkisë, pallatet, lejet për pallate aty i merrnin po drejtorët e bashkisë. Po, ne kemi dhe shkonte dhe policia për të rrahur. Ne kemi kërkuar komplet projektet, kemi kërkuar lejet e tjerë gjatë një gjykimi administrativ që kemi pas sërish me shtetësin Ledion Mziu, i cili aktualisht ka fituar dhe procesin kundër Bashkisë Tiranës, pra gjykata ka urdhëruar që t'i kthehet pasuria zotit Mziu, por problemi qëndron që ajo pasuri tashmë është prishur dhe do konvertohet në objekt. Dhe duke qenë se ne i kërkonim bashkisë gjatë gjithë kohës që të na vinë në dispozicion projektet dhe zhvilluesin në atë zonë, nuk na është vendosur kurrë në dispozicion një fakti tillë. Dhe kjo lindi dyshimin ton të mëtejshëm që ne kemi kërkuar prokurisë posaçme dhe gjykatës, dhe kemi parashtuar edhe në gjykatë, që këtu janë duke u zhvilluar, sepse kur ka një interes publik dhe po bëhet një zhvillim, normalisht do kalojnë në prokurim publik edhe ky zhvillim, pra kush është zhvilluesi dhe cili është fondi, gjë që kjo nuk na është vënë në dispozicion asnjëherë. Dhe ne i kemi kërkuar të hetohet dhe ky fakt, sepse aty është duke u zhvilluar një zonë jo për interesa publik dhe jo për interesa të komunitetit apo një zone. Kemi të bëjmë me një VKM e cila sipas mendimit tim duhet të hetohet dhe i kam kërkuar edhe gjykatës të hetohet komplet zinxhiri nga projektuesët dhe deri te miratimi, sepse kemi vendosur dhe në pretendimet tona e kemi vendosur kryeministrin për faktin sepse ai është përgjegjës në mënyrë të drejtë për drejtë në
miratimin e kësaj VKM-e, sepse kur konstaton që ka palishmëri nga institucionet e tjera, duhet të ndërpresin gjendjen e palishme, sepse e ka në ligj, dhe ky ligj është që nga viti 2003, kemi ligjin 9000, viti 2003 dhe pikërisht neni 2 e përcakton në mënyrë të qartë që kryeministri kur ka parregullsi apo nuk ka interes publik, atëherë ai duhet të pezullonte komplet procedurën dhe të anullonte atë, gjë që nuk e ka bërë. A ka pasur dieni? Padyshim që ka pasur dieni, sepse jo, po ka pasur dieni dhe ne kemi argumentuar dhe pse ka pasur dieni, për arsye sepse në radhë parë njëherë ka pasur protestat pa numërta nga 5 maj, bllokoheshin rrugët, ka pasur konflikte, mediat e kanë transmetuar. Këto janë fakte publike që dhe në bazë të kodit procedurës civile është materialet që janë publike, konceptohen që janë të njohura dhe gjykata i merr dhe për prova. Por kryeministri në ana tjetër ka dhe struktura që duhet ta informojnë në mënyrë të rregullt dhe nga ana tjetër a ka dieni, i kemi argumentuar sërish dhe faktin që me qindra qytetarë janë drejtuar me ankesa, gjë që nuk kanë marrë zgjidhje. Dhe për këto arsye ne mendoam që qëllimi nuk është se kemi të bëjmë me një veprim vetëm të zotit Veliaj, po duhet të shtrihet hetimi dhe drejt titullarit të shtetit tonë që është zoti Rama, sepse ai veprim është bërë në bashkëpunim. Nuk mendoj që të ketë ndodhur në një vend të botës